vit, Kosova ka shënuar gjithsej 43 pikë dhe është renditur në vendin e 76 në mesin e 182 shteteve. Ky vlerësim paraqet një rënje prej 1 pike krahasuar me vitin e kaluar, si dhe me një renditje prej 3 pozitash më poshtë. Kosova me 43 pikë rangohet në të njëjtën vend me vende si Kina, Bregu i Fildisht dhe Ghana. Kosova fatkeqësisht ka ndërprer trendin gradual të rritjes të cilin e ka shënuar për gjatë pothuajse një dekade, dhe rënja si e tillë në indeks paraqet stagnim në luftën kundër korrupsionit dhe lidhet drejt për drejt me krizën parlamentare që pasoi zgjedhjet e 9 shkurtit të vitit të kaluar, që bllokoi funksionimin normal të institucioneve e rrjedhimisht edhe zbatimin e reformave të rëndësishme kundër korrupsionit. Për herë të parë, qeveria në një mandat të plot nuk miratoi strategji kombëtare kundër korrupsionit, e për më keq, viti 2025 u përmbyll gjithashtu pa u dekretuar kryeprokurori i ri i shtetit, pikërisht për shkak të kundërshtimeve të vazhdueshme nga ana e presidentës, kryeministrit dhe bartësve të tjerë institucional në raport me nominimin e ligjshëm nga ana e KPK-s. Mosplotësimi i kësaj pozite kyçe për një periudhë kaq të gjatë kohore ka dobësuar funksionimin e sistemit prokurorial dhe ka krijuar pasiguri institucionale në raport me luftën kundër korrupsionit. Ndryshe nga proceset e kaluara zgjedhore, në 2 palë zgjedhjet e vitit të fundit, korrupsioni përkatësisht lufta kundër korrupsionit nuk ka qenë ndër temat bosh të programeve zgjedhore të asnjë prej partive politike kryesore. Qeveria në detyrë ka vazhduar të marrë vendime me pasoja buxhetore në mungesë të transparencës dhe kontrollit parlamentar, ndërsa përgjatë proceseve zgjedhore ka pasur raste të përdorimit respektivisht shfrytëzimit të resurseve publike për qëllime të pastra elektorale. 2025 është karakterizuar si një vit në të cilin kemi pas hetime të vazhdueshme dhe në disa ngritje të akuzave, mund të veçojmë rastin e njohur si rasti i rezervave shtetërore, i cili dyshohet se kemi një dëmtim të buxhetit rreth 3 milion euro. Po ashtu ajo që u vrejt gjatë këtij viti është mungesa e dënimeve nga ana e gjykatave për persona të korruptuar ose për persona që kanë qenë në akuza. Nuk po flasim vetëm për persona që janë në pushtet, por për të gjithë zyrtarë e zyrtarë. Që është e rëndësishme, disa kryeministë në detyrë është thirrur për të dëshmuar para prokurorisë speciale, por ka refuzuar të paraqitet dhe kjo në një fjalë ka minuar disi edhe besimin dhe pavarësinë e sistemit të drejtësisë, duke dëmtuar rënd edhe kulturën e llogaridhënies publike. Drejt për drejt, këto kanë quar në perceptimin e korrupsionit nga të gjithë përfshirë dhe vetë qytetarë. Megjithatë, duhet të themi se reformat në vitin 2025 po ashtu u paralizuan